Pastaj duhet ta dim se një ashtu sikur se na sot që jemi të buar në këtë vend, në këtë çast dhe në këtë moment ka shumë mexhlise tjera ku njerëzit janë të buar për ta luftuar fenë e Allahut subhanahu wa taala. Ky është suneti i Allahut, ligji i Allahut subhanahu wa taala në këtë tokë, se e mira do ta luftojë të keqen dhe do të ketë luftë mes mirës dhe të keqes. Deshtëm apo nuk deshtëm ne. Nëse ti nuk e lufton shejtanin dhe armiqtë e tij, dije se ai do të luftojë ty. Shejtani nuk ka armë pushim me besimtarin asnjëherë. Nuk ka asnjë çast kur ai rrin pa e sulmuar besimtarin në njërin apo në tjetrën mënyrë. Dhe po ashtu pasuesit e shejtanit me vetdije dhe pa vetdije e kryejnë këtë vepër. Pasuesit e shejtanit me vetdije ose pa vetdije e kryejnë këtë vepër. Do të thonë e çojnë në vend agjendën sataniste të tij. Në momentin kur ata nuk janë në grupin e njerëzve të mirë që i bëjnë ibadet Allahut subhanahu wa taala, vetëm me këtë vepër që ata e bëjnë, nuk janë në xhami, janë jashtë në për kafiçe apo në për vende tjera, mos me bë hiç më shumë, vetëm këtë vepër që e bëjnë me këtë i ndihmojnë shejtanit. Me këtë e shtojnë mexhlisin e shejtanit. Po përveç kësaj ka edhe njerëz tjerë të cilët me vetdije e çojnë në vend pra planin shejtanor për shkatrimin e njerëzve. Dhe këta njerëz janë të organizuar, kanë organizata të fuqishme, kanë financa, kanë organizim, kanë hierarki, kanë njerëz, kanë përgjegjës, kanë punëtor, kanë propagandë, kanë thirrje. Nuk ekziston vetëm thirrja islame, ekziston edhe thirrja e shejtanit. Edhe pse ata ndoshta nuk e quajnë davet, mirë po 24 orë ata bëjnë thirrje në fenë e shejtanit, pra, në atë devijimin e tyre. Andaj nëse ne si musliman dëshirojmë që minimum ta mbrojmë vetveten tonë nga devijimi, e pastaj edhe ta përhapim fenë e Allahut subhanahu wa taala, duhet që edhe ne të organizohemi, edhe ne pak të harxojmë në këtë drejtim, edhe ne të mundohemi, sepse Allahu subhanahu wa taala thot: inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata ta ndryshojnë gjendjen e tyre. Andaj nëse ti si musliman nuk vepron asgjë për ta përmirësuar gjendjen tënde, nuk mundohesh në këtë drejtim, atëherë dije se gjendja jote nuk do të përmirësohet, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për ty. Allahu subhanahu wa taala nuk ka nevojë për veprat tua. Të gjitha këto që i bën janë për të mirën tënde, që të jesh krenar dhe i ngritur në këtë dynja dhe të shpëtosh nga dënimi i xhehenemit në ahiret. Nuk e bën këtë për t'ia shtuar fuqinë Allahut subhanahu wa taala, sepse ai nuk ka nevojë për ndihmën tënde. Krejt kjo është i kthehet pra të mirës tënde, sepse nëse ne që jemi këtu, po edhe gjithë muslimanët në përgjithësi, nuk veprojmë që t'ja lehtësojmë vetvetes son praktikimin e fesë së Allahut subhanahu wa taala, atëherë ne do të rrezikohemi së pari që të bijem kufër e të shkojmë në xhehenem, e pas kësaj pasardhësit tonë do të rrezikohen duplo më shumë, pra, 2 fish më shumë. Sepse e keqja çdo ditë më shumë përparon. Dhe nëse ne si musliman nuk e përmirësojmë gjendjen tonë duke bashkëpunuar me njëri tjetrin për ta përmirësuar gjendjen tonë, atëherë e keqja do të na mund. E keqja do të na mund. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ndodh që banorët e një vendi ta lënë ezanin dhe namazin me xhamat vetëm se shejtani thot i mbisundon ata. Shejtani do t'i mbisundojë ata. Dhe kështu edhe vepra tjera, pra, në çdo moment që ne i lëm disa vepra, atëherë shejtani dhe ushtria e tij fuqizohet kundër neve.